Sot në Ditë e Re kemi kënaqësinë të mirëpresim drejtoreshën e Qendrës Ditore Sirene, një institucion që bën një punë të jashtëzakonshme me fëmijët me aftësi të kufizuara zhvillimore. Me këtë rast e organizimin e lojrave olimpike ndërkombëtare për këta fëmijë, do të flasim më shumë për rëndësinë e përfshirjes sportit dhe dashurisë që këta fëmijë marrin çdo ditë. Mirë se vini dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit të mëngjesit Ditë e Re. Mirë se u gjej dhe faleminderit për ftesën. Na tregoni pak çfarë përfaqëson ky aktivitet sportiv ndërkombëtar për fëmijët me aftësi të kufizuara? Atëherë aktiviteti në fjalë që bëhet fjalë për lojrat olimpike përfaqësojnë atë për të cilën ne luftojmë zakonisht dita ditës, ku i bie që bëhet fjalë apo luftohet për një solidaritet, integritet dhe përfshirjen në shoqëri të fëmijëve apo personave të cilët paraqesin pengesa në zhvillim. Vetë titulli nënkupton që derisa lojrat olimpike janë ndërkombëtare, po ashtu ka të bëjë shumë edhe me bashkimin ndërkombëtar, si me shkëmbim eksperiencave apo me njohje të reja, qofshin ato fëmijë të ri me pengesa, prind apo edhe profesionistë të fushës. Cilat vende marrin pjesë në këto lojra olimpike? Sa i përket pjesëmarrësve, shtetet të cilat do jenë të kyçur në lojrat olimpike janë duke filluar nga Mali, Zi, sepse në fakt dominon me numrin e qendrave më të madh të qendrave ditore. Atëherë do ketë përfaqësues edhe nga shteti i Bosnjës, ku janë dy qendra, njëra nga qyteti i Mostarit. Atëherë, po ashtu, siç e kam cekur edhe më herët, do jenë prezente edhe qendra nga Shqipëria, faktikisht nga qyteti Tirana dhe Shkodra. Si ishte pritur kjo iniciativë nga komuniteti lokal? Derisa organizohet për herë të parë në qytetin tonë, unë them që është diçka e re për gjithë neve, ndoshta jo për ne të stafin e qendrës, sepse jemi pak a shumë të njohur me këtë profil punët apo këtë lloj projekti, sepse kemi pasur ftesa të vazhdueshme që të jemi prezent në lojrat olimpike edhe në qytetet e tjera, po ashtu edhe në Bosnjë herën e fundit, dhe kemi disa njohuri rreth këtij projekti. Ndërsa për qytetin tonë është diçka e re, është diçka që për herë të parë organizohet, por ka një vlerë shumë të madhe. Shpresoj si feedbacku do jetë pozitiv edhe nga ana e gjithë opinionit. Patjetër. Dhe pse nuk e vej në dyshim, sepse njerëzit janë gjithmonë gatshëm për aktivitete të tilla, kur janë pyetje fëmijët apo të rriturit me pengesa në zhvillim. Patjetër, edhe është diçka e risi dhe është edhe interesante. Shpresojmë që të mbetet edhe si pjesë e traditës në vazhdimsi. Patjetër. Cilat disiplina sportive janë përfshirë në këto lojra për këto fëmijë? Po, tek disiplinat, ne më shumë jemi fokusuar tek ato mundësi të cilat i paraqesin edhe pjesëmarrësit, atë të cilat garosit, se në fakt përpara bëhet një farë llogaritjes apo një farë test vlerësimit nga secila qendër se kush ka mundet të jap nga vetja e tij. Dhe për këtë kemi qitë në dispozicion disiplinat siç është vrapimi në 50 metër distancë, vrapimi në 100 metër distancë, kërcim nga vendisi dhe hedhja e topit. Sa është vështirë një organizim i tillë edhe për qendrën tuaj? Sepse patjetër duhet edhe organizim edhe punë për një gjë të tillë. Kuptohet, mund të them që nuk ka qenë lehtë, sepse ne ndoshta i kemi 2 muaj para që kemi filluar përgatitjet edhe pse dita veç u afruar, dhe përsëri themi ndoshta a i kemi arritur të gjitha qëllimet apo a jemi aty ku duhet me fillimin e këtij realizimit të këtij projekti. E them që ka qenë e vështirë, ose më ndryshe ta them atë, ka qenë stresja më i madh, sepse a doja dalim një farë mënyre duke filluar kuptohet nga të mirat materiale edhe të gjitha tjerat, edhe ndihmë fizike, sepse si staf ne paralelisht na duhet të vazhdojmë edhe punën tek qendra, nuk është se mundemi të gjithë të kyçemi rreth organizimit, dhe kështu që por fal njerëzve, fal punëtorëve të qendrës, të cilët janë munduar maksimum që paralelisht edhe të vazhdoj ecuria e punës në qendër, por edhe të merremi me pjesën e organizimit. Keni hasur edhe sfida? Po sfida thashë më herët ishte kjo e të mirave materiale, sepse a doja arrim edhe pse fal sponsorëve, mund të them fal donatorëve,
ku këtu do të nalem ta përmendje dhe sponsorin kryesor që është Erste Banka, po ashtu si gjithmonë, dihet edhe komuna jone ka dhënë kontributin e vet më njëherë mbas kërkesës që ne ju jemi drejtuar për realizimin e këtij projekti. Po ashtu Monteceki që donator apo sponsor tjetër është edhe Hipotekarna Banka, organizata turistike, ndër tjera janë edhe donator të shumë të cilët vullnetarisht janë paraqitur pranë institucionit tonë për të na pyetur se cilat janë ata nevojat bazike që neve na duan për të arritur një organizim sa më perfekt. Mund të falenderoj gjithë donatorët e sponsorët, po ashtu donator Monteceki dhe Jadran Marketin, po ashtu Kallaben, janë kryqin e koq nuk mund ta loj anash edhe pse ato janë paraqitur tek ne në mënyrë vullnetare që të na ndihmojnë, sepse në fakt ajo ditë kërkon edhe më shumë fuqi punëtor apo njerëz, domethënë vullnetar të cilët duhet të bëhet një farë orientimit për secilën se ku i takon apo vendin t'ia sigurojmë. Kuptohet numri i pjesëmarrësve të ardhur që do jenë, shkon deri në 200 persona të jashtëm që i vinë, kuptohet ky numër përfshin si garusat, po ashtu prindrit, se kuptohet që fëmijët nuk mund të lejohen që të jenë pa prezencën e prindrit, edhe të përfaqësuesit e secilit institucion. Dhe për këtë ne duhet pak fuqi edhe punëtore ta them që të jemi të gatshëm të realizojmë të gjithën ashtu siç duhet. Kanë rëndësi dhe peshë dhe prindërit për përkrahjen e këtyre llojeve të organizimeve? Po ka shumë. Të them të drejtën, ne prindërit i kemi shumë të sjellshëm, shumë të bashkëpunues, të them partnerët tonë kryesor, dhe ato janë të gatshëm saqë janë lajmëruar vullnetarisht cilat janë detyrat tona që ne mundemi t'ju ndihmojnë të paktën, t'ju dalim në ndihmë, sepse ju jeni ato që merrni gjatë gjithë vitit me fëmijët tonë, pse jo dhe ne ta japim kontributin ton në mënyra të ndryshme ashtu si ne mundemi, dhe këtu i falenderoj pamas prindrit që janë të gatshëm, jo si është ajo fjala nëse diçka duhet mënyrën ushqimore të përgatisin diçka ushqime tradicionale apo të tipeve të ndryshme, kështu që i falenderoj përzemërsisht. Cili është mesazhi juaj për shoqërinë kur flasim për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në aktivitete sociale dhe sportive? Atëherë të ndalem tek aktiviteti aktual apo projekti i cili është në realizim, dhe mesazhi që unë kisha thënë të na ndiqni. Të na ndiqni, po ashtu direkt po që t'jetë e mundshme, sepse me fjalë të përshkruat ky lloj aktiviteti është diçka që s'mund të kuptohet. Ndërsa nga afër nëse shifet, atëherë përjetohet një ndjesi e veçantë që nuk mund ta marrësh diku tjetër. Është një program apo është një organizim shumë emocionues. Unë personalisht për veten time e flas që kam shumë vite që i përsjellja dhe shkoj nëpër këto organizime, më duket sa herë që shkoj, aq më tepër emocionet shtohen kur fëmijët me pengesa të ndryshme japin më shumë prej vetes së tyre për të arritur qëllimin i cili ishte parapar pikërisht për atë person. Dhe më emocionuese është ajo se pse të gjithë garusit presin momentin final, përfundimtar, se sa medalje do fitoj. Dhe kur vjen momenti i marrjes së medaljeve apo shpërndarjen e medaljeve të secilit garus, është një emocion i veçantë, është një kënaqësi kur të shihsh fytyrat e qeshura të tyre, gëzimi i tyre, se di, s'mund ta përshkruaj me fjalë. Kështu që po brenda mundësive unë kisha lutur opinionit apo të gjithë atyre që kanë interesim të paktën, se çfarë do të thotë aftësia e kufizuar, se çfarë aftësive ato mund të paraqesin, ndoshta në pamjen e jashtme apo në dukje nënkupton ndryshe, por realiteti në fakt është ndryshe. Janë fëmijë që mund të japin shumë nga vetja e tyre, por në fakt duan përkrahje, patjetër, ajo është nga ana e opinionit. Përkrahje për ta. Ky aktivitet do të zgjas sa ditë? Atëherë aktiviteti është me datën 15 dhe 16 maj, kuptohet me datën 15 është dhe hapja solemne, ku ka për të pasur të ftuar nga ministria, nga pushteti lokal kuptohet. Atëherë dhe përfaqësuesit e gjithë qendrave ditore të Malit Zi do jenë njëkohësisht. Ku do të mbahet ditën e parë? Dita e parë ishte paraparë në sallën e shkollës Marshall Tito. Në orën? Prej orës 1 deri në ora 6, varet se si do shkoj lëvizja e aktivitetit. Ndërsa dita e dytë është paraparë të realizohet tek ambienti apo terreni sportiv Çaushevich te plazha e madhe. Dita e dytë në fakt është periudha më shkurt, duke filluar nga ora 10 deri në orën 1. Përveç dita e dytë edhe direkt përfaqësuesit e këtyre institucioneve dhe
ato që ishin prezent nisen për rrugë. Kështu që jemi të detyruar edhe këtë pjesën e ditës së ditë që të sigurojmë dhënshpaketin secili institucion për me vetë dhe nisen, domethënë marron gjithçka ditën e ditë ka ora 1 prapërsisht. Ne ju urojmë shumë suksese dhe shpresojmë që çdo gjë të shkojë ashtu siç ju e keni planifikuar në mënyrën më të mirë. Ju falenderojmë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe shpalosim së bashku këtë risi që do të jetë në qytetin e Ulqinit për fëmijët me aftësi të kufizuara. Faleminderit edhe juve që na lejuat ta bëjmë publike dhe ndodhin tonë apo ngjarjen që ne kemi në plan për të realizuar këto ditë rreshtësi. Faleminderit shumë. Ju urojmë shumë suksese. Faleminderit edhe një herë.